mbrëma të dashur miq, përsëri e premte dhe ja ku mblidhemi në këndin ton të takimit për të diskutuar për tema të cilat na largojnë pak nga përditshmëria, ose le të themi janë pjesë e përditshmërisë, por ne të fokusuar shpesh në punët e përditshme apo të fokusuar shpesh në problemet që hasim gjatë ditës edhe i neglizhojmë. Por prandaj është krijuar një orë për veten, për të qëndruar së bashku dhe për të diskutuar për tema të cilat na mbushin shpirtin edhe na ndihmojnë të kemi një rrjet më të gjerë njerëzish, të cilët ndoshta e kemi pasur të njohur kohë më parë, por siç kundër thash dhe në fillim, impenjimet gjatë ditës, gjatë aktiviteteve ditore mund të na i largojnë pak nga vëmendja. Sikundër ka edhe individë të cilët janë të rinj për ne, por që kanë shumë për të ofruar. Në 5 episodet më parë kam ftuar miq të ndryshëm, të rinj dhe të vjetër, të cilët kanë ndarë me ne eksperiencat e tyre si individ që kanë nisur diçka të re nga zero, si individ të cilët kanë thyer mite, sfida apo kanë thyer edhe tabu ndonjëherë, po ashtu edhe njerëz të cilët kanë dashur të ofrojnë diçka më shumë për të tjerët. Hapi akademive të reja apo mundësitë për të punësuar dhe studiuar jashtë, hapja e bizneseve të reja sikundërisht e Lilis Garden që ishte episodi 5 që ishim së bashku, Ami po ashtu që na ofroi një risi të re në mënyrën se si mund të ushtrohemi nga shtëpia apo recetat dhe dashuria e saj e lidhur me kuzhinën. E sot do të flasim për një temë tjetër, për një temë e cila vërtet të mbush shpirtin. Shumë njerëz mund të krijojnë, ka njerëz që krijojnë mbi një telajo, ka njerëz që krijojnë mbi pentagram, ka njerëz të cilët krijojnë mbi një letër, por rrallë ndodh të kemi në rrethin ton të miqve njerëz që krijojnë mbi shpirtin. Një vajzë e cila do të na bëjë të kuptojmë që vërtet ai ligji i tërheqjes dhe ligji i universit ekziston. Është një vajzë e cila unë kam njohur që në fëmijërinë time dhe e kam kuptuar që prej atëherë ajo dinte fare mirë të ngjyroste me ngjyrat e shpirtit gjithë botën. Është një mike imja e fëmijërisë, e njohur në bankat e shkollës, më duket sikur ka kaluar gjithë një jetë, por në momentin që ftova për të qenë pjesë e njohur për veten, kuptova se koha nuk ekziston. Ne kemi vendosur disa limite vetes për të menaxhuar ditën, por në fakt koha nuk ekziston, përsa kohë këta njerëz qëndrojnë në kujtimet tona ashtu, fiks në atë moshë, në atë bankë shkolle, në atë shtëpi me një baçe të vogël ashtu përpara. Ina Pove, mikesha ime fëmijërisë dhe një artiste e cila, sikundër thash, na tregon se mjafton që shpirti jon të jetë me ngjyra dhe gjithë bota merr ngjyrat e këtij shpirti. Art Magic Studio nuk është thjesht një emër, është një hapësirë ku ngjyrat marrin jetë dhe objektet që ndoshta janë pa frymë në studion e saj vërtet marrin frymë. Kujtime të cilat duam t'i ruajmë gjatë në kohë, kujtime të cilat janë të shenjta për ne, kujtime të cilat nuk duam t'i shuajmë, por jo sepse i humbasim nga mendja, por sepse i humbasim nga syri. Ina është nga ato vajza të cilat të gjitha këto ju jep jetë nëpërmjet një materiali shumë të thjeshtë, rezina. Si është rezina, çfarë është, si funksionon, si lindi e gjitha, është shumë interesante. Të gjithë e kanë nisur nga një ide fare e vogël për të arritur aty ku janë, por me Inën ka ndodhur ai kliku që rrallë ndodh ndonjëherë që ta zgjon shpirtin dhe mendjen dhe kupton se kjo është ajo që ti di të bësh dhe do të bësh. Edhe pse ajo e ka pasur artin shumë herët në shpirtin e saj, sot ka ditur të jap të tjera dimensione, të tjera ngjyra dhe na vjen në live. Ina në fakt u fut dhe unë po tentoj që ajo të lidhet me ne, si çdo herë i njëjti problem në fakt me Instagramin, jo thjesht si diçka që ne mund ta varim në një cep të shtëpisë, në muret tona, por si një thirrje që i bëhet trupit ton, si një thirrje që i bëhet organizmit ton. Duket sikur po flasim për ushqime, por në fakt edhe arti është një lloj ushqimi. Ndaj do të flasim për mënyrën se si Ina e bën këtë art dhe se si në fakt është shumë e rëndësishme ta kuptojmë një individ i cili ka një botë kaq të madhe. Ndodh ndonjëherë që njerëzit vuajnë që të kuptohen nga të tjerët dhe pikërisht kjo mund të ketë ndodhur shumë herë edhe me Inën. Atëherë Ina, uroj që ti të vendosesh në linjë tani, të lutem vetëm bëj accept ftesën që unë të nisa. Atëherë, sekundë po e shpjegoja pak më sipër, duke u rritur bashkë në bankat e shkollës, por edhe në pasditët që kalonin me njëra tjetrën,
Ajo që vjere ishte fakti që ishin shumë ndryshe me njëra tjetër, madje kemi qenë një grup i madh shoqesh, të cilat ndanim bazitet bashk, ndanim shumë biseda bashk si vajza, por asnjëherë botët tona nuk ishin të njëjta. Përkundrazi ishin komplet ndryshe. Megjithatë, diçka shumë e madhe i mbante afër të libra dhe pikërisht ka qenë ky shpirti artistik. Të gjithë ne, pavarësisht profesioneve që ndjekim, kemi një mënyrë për të shprehur artin ton. Nëse Ina e shpreh nëpërmjet rezinës, telajos, pikturave etj. Me radhë, unë e shpreh nëpërmjet mënyrave se si kombinoj ushqimet për pacientët, dikush tjetër nëpërmjet gatimit, e një tjetër nëpërmjet të folurit, kështu që arti është kaq shumë dimensional dhe prandaj ndoshta është vërtet ai element që i lidh njerëzit me njëri tjetrin. Përpiqemi si çdo të premte të lidhemi me të ftuarin. Unë fakt kam qenë nga ato persona që rrjetet sociale nuk i kam konsideruar, por ja Ina ja doli më në fund pas një sfide të madhe. Ina mirëmbrëma. Nuk e di si dëgjova. Shumë mirë dëgjohesh dhe shumë bukur dukesh. Faleminderit. Isha duke prezantuar faktin që kemi qenë mikesha të fëmijërisë dhe po tregoja që në fakt kemi qenë 4-5 vajza me botë komplet ndryshe, por që secila prej nesh kishte një formë të artit brenda vetes, por ishte ti ajo që dihet jepje ngjyra të gjithë gjërave që ndoshta ne i shihnim në një tjetër këndvështrim. Atëherë ti me disa vizatime apo piktura naive, por që ishte pjesë e botës tënde, duke u rritur, duke formuar karakterin, duke parë gjërat, kuptove që ekziston një tjetër forcë dhe fuqi më e madhe se sa thjesht qenia jonë, e cila ditë na drejtoi drejt rrugës së duhur dhe ai është pikërisht universi që ty të dha një klik në një moment të caktuar për të bërë artin që ti realisht bën. Dhe unë fakt e konsiderova këtë bisedën si art mbi shpirtin, sepse thash që shumë prej nesh pikturojnë, shumë prej nesh mund të kompozojnë, mund të shkruajnë poezi etj. Me radhë, por të pikturosh mbi shpirtin është diçka më e madhe se sa aq, dhe ti dita bësh këtë nëpërmjet mënyrës se si ruan kujtimet tona në një mënyrë të pavdekshme. Pra, kujtimet gjithmonë mbeten si pjesë e atyre që kemi kaluar, por jo shpesh ne të fyrit i shohim. Dhe ajo çfarë kam bërë në mënyrën se si ti punon është se nuk ka thjesht një pikturë apo një telajo që ne mund ta varim në një kënd të murit të shtëpisë, por ka shumë ndjesi brenda një elementi të caktuar. Unë do doja pak të na prezantohesh si fillim, sepse zakonisht kështu e nis. Me një prezantim kush është Ina, pavarësisht se unë bëra atë prezantimin tim, por do doja që të gjithë ta dëgjonin nga ty. Aha, okej, Grida, si fillim një herë unë ndjej që ky takim ynë ishte ruajtur nga universi. Të takohesh pas kaq shumë kohësh, është një ndjesi shumë e bukur, është si ato përqafimet pas një udhëtimi të gjatë. Edhe duket fiks atje, është aty ku kemi lënë në atë moment. Dhe nuk e di e mia, kam 10 vjetorin e ditëlindjes tënde, ishte data 10 maj. Dhe ne ishim mbledhur tek shtëpia jote ku festonim ditëlindjet si gjithmonë, si për herë, me shumë shoqëri, me muzikë, me një lloj alegrie, me një lloj energjie, me një lloj grinte. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Por të prezantoj pak për ata që nuk më njohin mua. Unë quhem Ina Tete, shoqja e klasës së Hyrida Bashës, që në klasën e parë bashkë. Dhe kam mbaruar studimet, rrugët tona u ndanë në disi kur ti vazhdove gjimnazin e përgjithshëm dhe unë liceun artistik, sepse morëm drejtime të ndryshme në jetë. E më pas Universitetin e Arteve, mbarova art dhe dekor në Fakultetin e Arteve këtu në Tiranë. Nista jo të krijoj me njëherë, por sepse pasi përfundova studimet e larta, erdhi jetë vajza ime e parë dhe nuk arrita të krijoj, nuk arrita të zbuloj atë botën time me njëherë, por në një formë apo në një tjetër, fillova të merresha me atë dhe të bëj art, sepse unë kam 13 vite që jam mësuese e artit dhe mësoj fëmijët e vegjël se si ata të bëjnë art apo të përshprehen nëpërmjet ngjyrës, apo të flasin me gjuhën e ngjyrave, të komunikojnë ato që me fjalë nuk i thon dot. Shumë bukur i thot një pikturë, sado e thjesht, apo një gjurmë, apo si do që tjetë ajo. Nuk e di çfarë kishte pyetja, se kam të pak emocion. Mirë, unë do ta thjeshtoj pak për të kuptuar edhe vetë. Të bësh art, duhet të dish apo mësohet? Apo lind ti me atë dhunë ti? Shiko, është nga pak të gjitha. Unë do të flas për eksperiencën time personale, nga këndvështrimi im. Edhe pse ka qenë një moment që unë jam agjepsur, ka qenë në
Rusi për disa vizita që bënte për syt, sepse ka pasur sëmundje shumë të rrallë në sy. Dhe që atëherë në vitin 1992 më sjell një pako me akuarela që unë si kisha parë ndonjëherë në Shqipëri. As nuk dija ti përdorja, por di që kur i mora në dorë dhe pikturova me to, kuptova që nëpërmjet ngjyrave ti mund të flasësh më bukur se sa me fjalët. Dhe që në atë moment, por nuk është vetëm kjo, një shkëndij apo një moment që ka kulmuar apo më ka drejtuar. Unë jam rritur në një shtëpi ku shtëpia ime ka qenë si galeria arti, sepse babi im bënte skulptura, gdhënte në dru, pikturonte, madje mund them që nga disa kuti bijuterish që mbante mami im, ishin të gdhëndura në dru, apo këmbët e tavolinave, që unë si kisha parë në shtëpitë e tjera të nuk kisha vetë mia, apo deri te grila e dritares së sallonit ton, që kishte një fragment të pikturuar nga liçeni i Elmave. Pra, unë jam e rritur në një ambient të tillë, rrethuar me piktura, pastaj kisha një motor më të madhe që pikturonte dhe doja s'doja në një farë forme do ta ndiqja edhe unë rrugën e tyre, por që mendoj që duhet të jetë një lloj talenti apo duhet të kesh një farë intuite rreth artit, pra nuk është gjithçka kaq e rastësishme. Si e kujton veten tënde dikur dhe a e kishe menduar ndonjëherë që do të ishte ina kjo që është sot? Shikoj, e mbaj mend veten shumë energjike, ndërimtare, nuk e dija që do të isha këtu ku jam sot, por që do të kisha një lidhje me artin, patjetër e mendoja, e kisha menduar. Kush ishte momenti i parë që ti vendose të bësh art edhe për të tjerët, jo për ta patur thjesht një pasion apo thjesht për të, domethënë për të bërë atë punën e përditshme si mësuese apo diçka tjetër? Çfarë ishte ai momenti që the po, unë duhet të bëj diçka më shumë për ta ndarë? Një moment, me thënë të drejtën, që më ka shërbyer në shumë dimensione, jo vetëm si terapi, por ka qenë një moment i pandemisë, kur ishim dhe pak të izoluar, edhe isha e shkëputur edhe nga jeta e shkollës me nxënësit, edhe kisha një nevojë të brendshme për të krijuar, pra ndihesha bosh. Ditët kalonin ashtu si një përsëritje, dhe thosha unë duhet bëj diçka, unë kam një aftësi, çfarë mund të bëj unë me këtë dhunti që kam, si mund të krijoj? Po fillova të krijoj fillimisht për të mbushur ato ditët e mia bosh, dhe pastaj duke menduar thash, po pse mos të jetë kjo një sipërmarrje, dhe imagjino një kohë shumë të vështirë, kur të gjithë mendonin të blinin tasët me miell, unë mendova të shihja pikturat e mia në Instagram për shembull. Dhe ka qenë një moment që nuk mendova, jo që do kthehemi një sipërmarrje, por nuk mendova që njerëzit do ta pëlqenin kaq shumë artin e rezinës, sepse ishte një material që unë as vetë nuk e njihja se çfarë, se si ishte ta kishe në duar ta prekje, duke parë në atë dritaren e vogël që na lejonte ajo kohë, që ishte vetëm interneti, aq mund shihnim ne, që na lidhte me botën jashtë. Shikoja se si krijonin këto artistët e huaja dhe thash, ky është një material që unë mund ta përdor për të krijuar, për të shprehur dhe pse jo për të krijuar gjëra me porosi që ndoshta njerëzit mund t'i pëlqejnë. Deri këtu ishte thjesht një ëndër. Pastaj, kur nisa të bëj gjërat e para, jo që u pëlqye, por unë nuk e besoja as vetë se si fillova të merrja porosi, edhe pse kuptohet që kisha një lloj sigurie, formimi artistik e të tjerë, nuk është se ishte, por që rezina ishte krejtësisht e re për mua dhe kjo gjë më kalon pak pa fjalë, edhe pse unë në një farë mënyrë mendoj që e kam projektuar, e kam manifestuar, edhe gjithçka më ka ardhur kështu rastësisht. Dhe kur ishte ky momenti që ti e kuptove se nuk kishe të bëje thjesht me një pasion, por një mision shpirtëror më shumë se sa kaq? Shiko, në këtë moment kur nisa që të bëj këto porosit, njerëzit filluan të kërkonin gjëra personalizuara. Dhe feedbacku që merrja ishte jashtëzakonshëm. Madje një herë një vajzë më ka thënë që një krijim imi e ka bërë që të ka përcej një periudhë shumë vështirë. Shumë ruanin sende të ditëve të veçanta, që i kishin shumë të çmuara, shumë të vyera. Të tjerë vinin te unë dhe më thoshin, unë kam sot miken time dhe ka ditëlindjen, po ka këtë profesion, si mund ta lidhim për të bërë diçka unike, të veçantë, të përsëritur, diçka që s'është parë diku. Edhe lumturia që shprehnin njerëzit në ato mesazhet e tyre ishte, nuk e di, aty kuptova thash djalë se nuk që nga vetëm terapi, nuk që nga vetëm që mund të përmbush ato pjesët e mia bosh, por që nga një mision pak më i madh.
bë ka njerëz të lumtur, edhe pse jo mos vazhdoj ta bëj. Më fal edhe mua shumë Nesti. Si shef Ina rolin e artit në shërim shpirtëror? Se zakonisht kur ne kemi probleme, i drejtohemi mjekut, në varësi të problemit që kemi dhe mjekut specialist. Por një ndër mënyrat për të shëruar dhe kryesisht shëndetin mendor është pikërisht arti. Sa e shef pikë të fortë të artit në shërim shpirtëror? Në çdo penel që ti hedh në telajo, s'ka rëndësi se si pikturon, punon argjin, apo je duke punuar me bojra, apo duke bërë skulpturë, duke modeluar, në çdo moment i çliron një bllokim të pjesë të trupit tënd. Pra, është shumë e rëndësishme, arti nuk është terapi, por arti është ai terapisti që nuk të gjykon. Ti mund të shprehesh si të duash, pa pasur asnjë lloj frike, asnjë lloj mbrojtje dhe unë faktikisht nuk e kam parë vetëm me veten time këtë gjë, e kam parë tek fëmijët. Në vitet e para të punës time, edhe sot e këtë vite që flasim, në fakt nuk ekziston një libër i miratuar nga Ministria e Arsimit për artin pamor, që unë jam në shkollë, dhe e pata të nevojshme të krijoja materiale shtesë për këta fëmijë që donin të shpreheshin, të krijonin. Pra, unë nuk doja që fëmijët e kësaj kohe të krijonin ashtu siç ne kemi krijuar. Merrni flet vizatimi dhe tani vizato se tema është e lirë. Duhet i nxisja, duhet i motivoja, shikoja që ata kishin nevojë të shpreheshin. Po pa u ngacmuar, nuk dini si të shpreheshin, apo pa u kanalizuar, apo pa u orientuar. Kështu që kam studiuar pak në disa literatura të huaja, se as literatura shqiptare nuk ishte, dhe nuk ka terapinë e artit. Dhe kështu fillova që të bëj një lloj programi modest, të cilin e realizova në ndihmën time vetjake dhe të në ndihmën nxënësve të mi. Nuk është se kjo shkoi vërtet, por që aty kam parë që arti ishte një formë terapie shumë e mirë për fëmijët, që jo vetëm mënyra se si vizatonin, apo ekspresiviteti që shprehej brenda një pikture, ti mund të kuptoje nga ai fëmijë, por edhe ngjyrat që përzgjidhnin. Dhe kjo ishte shumë interesante. Pavarësisht se kisha filluar ta kuptoja tek fëmijët, kur fillova të krijoj vetë në periudhën e pandemisë, fillova ta kuptoj edhe më tepër, ta ndjeja edhe më shumë. Pra, praktikisht një person që bën art edhe vetë shërohet, por edhe shëron në një farë mënyre. Jo vetëm unë por inspiron dhe zemrat e të tjerëve. E kuptoj. Unë e di në fakt si ka nisur dhe është një histori shumë e bukur që nëse ti dëshiron do kisha, po themi, luksin të ta kërkoja që ti ta ndaje me të gjithë, sepse kam disa pyetje më vonë që lidhen shumë me këtë çështje. Dhe shumë prej që atyre që na ndjekin, ndoshta live jo gjithmonë ka atë shikueshmërinë që duan, por gjithmonë kur postohet reagimi është ndryshe. Ka nga ata dhe që janë skeptik në mënyrën se si vërtet ekziston kjo çështja e ligjit të universit e tjerë më radh. Unë kur të prezantova e përmenda që nëse do të kishte një përgjigje a ekziston ligji i universit dhe ligji i tërheqjes, Ina është një ndër ato sepse kështu ka filluar gjithçka dhe e lash aty. Tani, nëse ti dëshiron, do kisha vërtet qejf ta dëgjonim edhe një herë. Me të drejtën, unë nuk e kam ndarë ndonjëherë, e kam prekur pak diku aty këtu, por nuk e kam ndarë ndonjëherë historinë se si ka qenë e vërteta. Sepse, le ta ndajmë pra, tashmë u bëjmë është kënaqësi aq më shumë shiko. Ndoshta Hrida, unë nuk kam ndjer, kam qenë në tjera intervista dhe nuk kam ndjer këtë afrimitetin që kam me ty. Është kjo miqësia e shumë viteve dhe është ai komoditeti dhe konfidenca që kemi ne për që mund ta shpreh këtë gjë, pavarësisht se ndoshta pas këtyre kamerave janë të na parë shumë njerëz të tjerë, por jam e bindur që do jetë një mesazh shumë i fortë që po dërgojmë dhe se në fakt gjithë qëllimi i njohur për veten ky është të dërgojmë mesazhe që ne i neglizhojmë jetën e përditshme. Ne mendojmë se çdo gjë që na kalon është thjesht një rastësi, por ja që është një mesazh, nuk është thjesht një rastësi. Dhe me cilën do të ftuar që kam patur, kam gjetur një pikë si kjo për ta lançuar, sepse ndonjëherë njerëzit mendojnë që ligji i tërheqjes është unë rri tani dhe mendoj, ose ne presim kocka nga qielli, siç është shpreha. Po, por nuk është ashtu, është diçka më shumë se sa kaq dhe funksionon nëse ne dim ta përdorim, sikundër çdo gjë tjetër, që nëse dim ta përdorim vërtet funksionon. Edhe thash ti je një shembull i funksionimit të ligjit të tërheqjes, ndaj do doja që ta dëgjonim vërtet. Shiko, me
të drejtën, që kur kam qenë e vogël, unë në mënyra se si shikoja dritën kur lëvizte, si krijonte hijet në mure të pembe apo të njerëzve, shikoja ret, format që krijonin ret, madje nxisjat e të tjerë të thosha shikoni pak se ajo reja duket si kjo formë. Pra i shikoja gjërat me shumë detaje. Dhe mua këto gjërat, këto shenjat nuk më linin, nuk i isha indiferente, por i merja si mesazhe dhe kapesha pas tyre. Por një mesazh shumë i fortë që ishte tash, jo, kjo është e tepër, domethënë tani unë duhet ta besoj, ka qenë viti 2000. Nisa të ndërroja pak aty me kokën në yje që pse mos ta ktheni në sipërmarrje, padyshim që kisha edhe pikpyetjet e mia, se nuk ishte kaq e thjeshtë, kemi qenë në një periudhë shumë të vështirë, dhe ishte shumë e vështirë të ndërtoje diçka të re, të ngrije një fashë, një biznes online, po themi, apo një sipërmarrje që ti se dia si funksionon, në një kohë që nuk e di se si do të jetë. Dhe unë isha pak në dyshim, në atë moment kur filluan të më kapin dyshimet, sepse fillova të merrja iniciativa të blija materialet e para, të shpenzoja, thash, edhe mrezina nuk e kisha prekur as në dorë, nuk e dija se si ishte, po sikur kjo gjë mos të funksionon. Dhe në një shëndër tregtare, s'ka rëndësi se ku, ka qenë sapo ishim hapur pak nga pandemia me ato radhët e mëdha që ato distanca që duhet të mbaje, unë kisha mbushur një karrocë me sende, tash si fillim duhet të ndërtoj të kem një studio minimaliste, duhet të kem disa dekore për të bërë disa fotografi të lezetshme, që t'ja shfaq publika një lloj marketingu i thjeshtë. Në moment, në këtë pragun e Krishtlindjeve, ndaloj dhe them çfarë jam duke bërë. Kisha bler një sasi të konsiderueshme parash gjëra. Kjo nuk ka për të funksionuar, thash. Kjo është një gjë e kohës. Unë po marr një risk përsipër që nuk do të eci. Në moment kthehem që të lësh çdo gjë në përvende, karrocën aty ku ishte, dhe radha e madhe, pak e turbulluar në mendime dhe konfuze, shikoj më zën syt një objekt dekorues që shkruante Believe in the magic of Christmas, dhe hoqa vëmendjen dhe përsëri, sepse ishin të shumta në dyqan, siç janë objektet dekoruese nëpër ambientet festive. Kudo që shkoja dhe ngado që i hidhja syt, unë lexoja vetëm atë mesazh. Ishte në vazo, ishte në jastëqe, ishte kudo, ishte në një reklam. Dhe thash, jo vetëm që do besoj, por unë do t'i vë dhe një emrin faqes time, unë do ta shpej ardhë, sepse lindi pikërisht aty në atë momentin e bukur të Krishtlindjes, dhe unë e mora si një shenjë shumë të fuqishme që kjo gjë do të funksiononte. Dhe e besova vërtet, dhe thash, jo që do të funksionoj, por unë tani do vazhdoj dhe do projektoj gjithçka ashtu siç unë dua të eci. Faleminderit që e ndave. Ashtu siç universi ty të solli një mesazh kaq të fortë për të ecur përpara, cili ka qenë mesazhi më i fortë që ti ke shprehur ndonjëherë nëpërmjet artit tënd? Në fakt kemi marrë bashkë pjesë në një ekspozitë ku ti ishe patjetër autore, po dhe unë atë krijesën tënde të bukur e kam gjithkohës aty tek dhoma ime dhe është një ndër më të bukura që kam dhe si kujtim, sepse nëse të gjitha lulet do t'i kisha mbajtur, do më ishin prishur, do më ishin mykur ndoshta, nuk di, po në atë mënyrë të shprehura ashtu është shumë e bukur. Unë nuk e kam sot këtu, por në momentin që do postoj live-in do ta risjell edhe një herë, sepse ka qenë një ndër kujtimet më të bukura. Megjithatë, për ty kush ka qenë mesazhi më i fortë që ti ke dhënë nëpërmjet një vepre tënde të artit, qoftë pikturë kjo, qoftë edhe një mënyrë me rezin apo diçka tjetër? Në çdo pikturë ka një mesazh brenda, ndoshta është i fshehtë. Varet së fundmi kam realizuar një punim, nuk e kam nxjerrë akoma në faqe, ja po e ndaj këtu me ty tani, shumë shpejt do ta hedh, do ta postoj. Ishte një vajzë që më kërkoi të bëj diçka të veçantë për një qendër estetike që do të hapet në Tiranë së shpejti, dhe që ka të bëj në fakt me, ne kemi mësuar që ne kemi parë vetëm qendra estetike për femra, por do ishte një qendër estetike për meshkuj, që bënte edhe këto masazhet limfatike. Më erdhi në mend, ai goca më kërkoi diçka, një figurë mashkullore, dhe nuk e di pse, menjëherë lidha me një figurë të antikitetit grek dhe romak.
e ka të lidhur dhe me emrin e asaj sipërmarrjes vet që ka të bëjë dhe ishte e duhet të lidhej me kristalet dhe kam realizuar një figurë ku kjo bukuria mashkullore, ai mashkulli i fortë është dhe i prisht dhe nga trupi i tij plasaritur në kohë dalin safir blu nga pjesa e kafshës deri në gjithë pjesën e organeve. Dhe është shumë interesante, unë do ta nuk e flas dot me fjalë sepse pikturën vetëm mund ta piktura flet më shumë se sa unë, flet më qartë se sa unë, kështu që nuk arrit dot të ta shpjegoj me fjalë. Por që mesazhet kanë qenë të shumta në siluetat që kanë bërë një herë një siluetë në femrës së bashku me orën të lidhur krahërorin e saj. Pra si tiktaku i zemrës edhe rajet e zemrës edhe tiktaku i orës që kanë një lidhje të dyja bashkë, kështu që ecin paralel, janë të shumta, nuk di të përmend një. A ka ndonjë zakon të veçantë apo një rit të veçantë që ti e kryen përpara se të fillosh një vepër? Për shembull, unë çdo mëngjes në 5 minutin që ulem te kafja para se të nis punën, kam një blok timi që filloj falenderoj Zotin, universin për gjithçka kam, kërkoj këtë, kërkoj atë. A ka një rit ina që bën përpara se ajo vepër të marrë jetë? Si fillim një herë ndez muzikë. Pa muzikë nuk vjen. Edhe lopët prodhojnë më shumë qumësht kur dëgjojnë muzikë klasike. Kështu që ne jemi më produktiv kur dëgjojmë muzikë. Pastaj në studion time kam disa qirime lulblete që janë edhe purifikues, që pastrojnë ambientin, sepse në momentin që ti punon me rezinë, momenti që këto dy materiale, këto dy komponentë krijojnë një lloj reaksioni kimik, është toksike rezina në atë moment. Dhe këta qirinë më ndihmojnë jo vetëm për të më inspiruar, por edhe për të pastruar ajrin. Janë këto dy rite të veçanta dhe nuk e di pse. Sa herë që filloj një punë, jam shumë entuziaste dhe them le të fillojmë festa. Këtë nuk e di pse e bëj. Por që ndoshta e analizuar çfarë më thellë, për mua është një festë, është një çlirim, është një kënaqësi, kështu që as edhe me këtë ka të bëjë. Okej, po flasim për pjesën më të bukur të gjës. Pra të bësh art është vërtet shumë e bukur, po sa e thjeshtë është që të bëj art një femër që në fakt në botë kërkon më shumë se sa rezultatin, kërkon atë ndjeshmërinë. Pra sa e thjeshtë është që një femër të ketë impakt edhe tek një botë pak më egër se sa vet arti është. Shiko, si fillim njerë do të thotë je shumë e guximshme. Duhet të kesh guxim. Në ratë parti duhet të krijosh jo vetëm për të pëlqyer apo për ta shitur këtë objektin. Duhet të krijosh për të ndjerë. Dhe në momentin që ti krijon për të ndjerë, aty ke përmbushur gjysmën e misionit tënd. Pastaj, shiko, ka raste që unë kërkojnë porosi dhe nuk i marr përsipër, sepse pavarësisht se do isha tani nuk do isha e sinqertë të thosha që nuk i marr porosit sepse mua nuk më pëlqen që të kemi qenë në familjen time, jo nuk është kjo. Por është shumë e rëndësishme që si fillim të ndjejmë dhe pastaj të rendim pas shifrave. Unë nuk marr porosit të tipit të punoj si një fabrik, të punoj me një ritëm pa u ndalur, unë bëj gjëra që vërtet i ndjej dhe çdo pikturë, çdo krijim ka një pjesë të shpirtit tim, ka një pjesë të timen aty brenda dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që si fillim do të thotë të jesh e guximshme në këtë botë kaq të vështirë të krijuar. Duke qenë që të bërit atë punë që ti bën kërkon një pjesë të shpirtit, sa e thjeshtë është të marrësh frymëzimin. Pra, okay, mua më vjen një pacient, bën matjet e kam shumë kollaj të kalkuloj dhe të bëj një dietë. Po për ty duhet vendosësh shumë shqisa dhe gjallërosh vërtet veten tënde për ta bërë këtë veprën. Si ndodh, domethënë, sa vonon ky çasti? Apo është dashuri me shikim të parë çdo vepër që bën? Si më vjen për të qesh Ulrida, sepse ka raste që një punë më merr 1 muaj, mund të marr 2, 15 ditë, 20 dhe njerëzit habiten. Ne me kaq muaj thon, bëjmë gjysmën e bëjmë gjithë, nuk e di domethënë gjithë porosit. Unë nuk marr shumë porosi sepse janë ca është një moment që ti do të krijosh dhe unë eci shumë energji. Që në momentin e parë që ti vjen dhe më thua, shiko, unë kam këto lule dhe ditëlindjes time dhe dua t'i ruaj në një formë të veçantë. Është shumë e çuditshme se si vetëm duke shkruar ti arrin
të perceptosh, apo dikush tjetër ande nga ana tjetër arrin të transmetoj një lloj energjie. Dhe në shumë raste më ka ndodhur që një person me energji shumë pozitive, puna të jetë si problem patjetër. E ka njerëz që janë shumë të bezdisur, duan perfekcionin, dua edhe unë atë pikturën si ishte ajo tjetra. Jo që unë një pikturë nuk e bëj dot dhe të dua dy herë njësoj, sepse unë nuk ndihem dy herë njësoj, dhe ajo nuk është një fotokopje, por unë e kam si moton time, çdo punim të jetë unik. Edhe pa e ditur klienti, unë bëj ndryshime që ata nuk e vënë re fare. Sepse dua që secili nga ne është i veçantë. Përse mos t'jetë dhe punimi i veçantë, t'jetë vetëm ai person që ka punimin në botë, mos t'jenë dy njësoj. Mos i ka mos devijova që nga pyetja. Jo, shumë okej, është shumë okej, thjesht po formuloja një pyetjen tjetër, sepse që të ecim pa diskutim që nuk e kemi rrugën e shtruar, dhe sidomos ne që i nisim gjërat nga zero, nga fillimi vetëm pa suport. Kur flasim pa suportin që zakonisht pretendohet, ose familja të afërmit patjetër që janë një dorë e djathtë gjithkohës me ne, po. Ka ndodhur që të kesh patur momente të cilat të kanë thyer, dhe e bëj këtë pyetje ndryshe nga gjithë ata që kanë patur të ftuar, se gjithë të tjerë thonë po, kam patur një moment thyerje, kam dashur të kthehem pas etj me radhë, por unë ti dhe shumë të tjerë si ne që e njohim mirë si funksionon, këtë thyerjen e kemi marrë në formën e një mesazhi. Kush ka qenë ky çasti që ty të ka thyer, por që në fakt e ke kuptuar që ishte një moment për t'u shndërruar, pra ishte një metamorfozë, ishte koha për metamorfozë. Cili ka qenë ky moment? Ishte pikërisht rruga që të tregoj që këtë rrugën e vështirë duhet ta bëj për të arritur këtu ku je. Shiko, me thënë të drejtën, Jurit ka patur dhe kam dashur që tablon e jetës time ta pikturoj gjithë me zezë. Po thash, si ta pikturoj me zezë kur ka ngjyra të tjera dhe ekzistojnë këto ngjyra të tjera? Kjo është si një mënyrë metaforike të shprehur faktin që unë jam shumë pozitive dhe i mbaj mendimet e mia shumë pozitive dhe nuk thyem shumë kollaj dhe mundohem shumë që të kujdesem dhe t'i flas vetes dhe të them që të ngrihem dhe të them këtë që ti po thua, që kjo është pikërisht ajo duhet të ndodhi, është ajo sfida që unë duhet të kaloj, ky hap i vështirë do të më çojë diku për më mirë. Edhe ti e mban këtë shpirt gjallë, domethënë se ti jetosh në një botë si kjo, sigurisht nuk është e thjeshtë, dash më tepër në një vend si Shqipëria ku le të themi energjia negative është thuajse kudo. Pavarësisht sa ne kushtojmë vëmendje apo sa ne e lejojmë të vi tek ne. Por jo të gjithë kemi lindur me njohuri për ta shmangur energjinë. Për shembull, unë kam qenë një ndër ato dhe si natyrë empatike që të riqesha shumë shpejt nga energjia negative. Pra, kishte raste që dikush mund ma vite lumturinë në një fraksion sekundi. Ndërkohë që kam mësuar tashmë, por e gjithë kjo vjen edhe për hir të eksperiencave, edhe për hir të leximeve, gjithë tjerave. Me ty si ka ndodhur që të arrisësh veten deri në këtë pikë sa nënvedia jote të jetë më e fortë se sa ajo që ke rreth? Nuk e di si e kam dalë me thënë të drejtën, por që unë i shmang njerëzit negativ në jetën time dhe mbaj rreth vetes njerëz që më motivojnë dhe jam shumë e fat që kam njerëz të tillë rreth vetes time. Pra asnjë moment nuk e kam lejuar veten që të bie pre e këtyre rasteve, sepse ai që të bën keq ty është keq me vete, nuk po të bën keq ty, është thjesht keq vetë dhe thua s'ka problem. Nuk, mua s'po më bën asgjë. Kush e përfaqëson shpresën për ty? Pra, ka një simbol të veçantë që ti e konsideron si simbol i shpresës? Po, ka një simbol të veçantë. Është simbol ylli, simboli i shpresës, është simboli i Art Studio Magic, është ai që edhe në errësirën e mendimeve të tua të ndriçon rrugën për të orientuar aty ku ti duhet të shkosh. Kështu që unë Nëse Okej. Nëse universi do të fliste me fjalë, sepse ai ka mënyrën e vet me cilën na flet, po gjithsesi nëse do ulej dhe do të fliste me ty, çfarë mendon ti se do të thoshte? Do të më thoshte vazhdo, unë jam e ty, ti nuk je vetëm. Këto janë mendoj që do të thoshte. Dhe nëse ti vet në këtë
pikë të pjekurisë, jo vetëm për hir të moshës që ke, po për hir të pjekurisë së vetes tënde, të identitetit tënd. Nëse do të kishe përballë një apo disa vajza të cilat nuk e kanë forcën dhe besimin tek vetja, u duket vetja herëherë dhe e padukshme. Edhe ne ndoshta që e kemi këtë forcën apo këtë aurën e energjisë, dhe na ndodh ndonjëherë që të dukemi si padukshme për hir të shumë arsyeve të tjera. Çfarë do të thoje? Shiko, nëse këtu pas do të ishte dikush që mendon se është i padukshëm, unë do t'i thosha që ti nuk je e padukshme, por janë disa sy të jashtëzakonshëm që e shohin dritën tënde. Pra, sytë e zakonshëm nuk e shohin këto drita dhe vazhdo ndriçon. Ina, na trego pak si funksionon rezina. Çfarë është praktikisht rezina, se e dëgjojmë shpesh këtë, po çfarë është edhe sa deri ku e ka limitin rezina? Çfarë mund të bëjmë me të? Shiko, rezina është një material i lëmshëm, polimer, ka një strukturë polimere, përbëhet nga dy komponentë, katalikti, komponenti A, dhe pjesa rezina dhe aja dhe katalikti, komponenti B. Të dy këto element bashkëveprojnë me njëri tjetrin dhe pasi ndodh ky reaksioni kimik, pas 72 orësh, 48 orësh, varet nga lloji rezinës që ti përdor, fillon procesi i ngurtësimit. Pra, ai materiali i lëmshëm kthehet në të ngurtë dhe bëhet kështu një strukturë e pathyeshme siç është rezina, sepse është një ndërthurje midis të xhamit dhe lëngut të xhamit dhe lëngut të plastikës. Sa jetë gjatë mund të jetë një vepër me rezinë dhe çfarë mund të bëjmë ne me rezinë? Pra, nga një objekt fare i vogël i ruajtjes së kujtimeve, si kundër për shembull nënat e reja do kishin shumë dëshirë që të ruanin testin e shtatzanis apo kërtizën e bebit, flokët e tjera, që janë sende të vogla, deri ku mund të arrijë një vepër arti me rezinë? Shiko, ti mund të ruash kujtime të ndryshme në rezinë, ashtu siç po e thua, që nga kujtimet e bebit, kujtimi lulet e dasmës, të një ditë të veçantë, një ditë lindje, etj. Por, në momentin që, sepse çdo kush mund të punojë me rezinë, këtë e kam thënë edhe herë tjetër, të gjithë mund të punojnë me rezinë, por të punosh me rezinë, kjo kërkon pastaj nevojë formimi, kërkon një lloj intuite artistike, kërkon të kesh brenda vetes shumë elemente të tjerë. Pra ti me rezinën mund të bësh çfarë do lloj gjëje, që nga gjërat e vogla që kam, që përmendëm, deri tek objektet më të mëdha të dekorit, siç janë piktura, tavolina, ora, pasqyra, gjithçka tjetër që përmban një dekor i interiorit. Cila është vepra më e madhe që ti ke bërë? Më fal. Cila është vepra më e madhe që ti ke bërë me rezinë? Jo, s'ke faj, jam duke më telefonuar mua. Okej. Më fal. Po, erdhi. Duke më telefonuar mua. Shiko, vepra më e madhe ka qenë një pikturë për një hotel në madhësinë 2 metër me 3 metër, që pata vështirësi të mëdha si për ta sjellë, si për ta punuar, për ta nxjerrë nga studio dhe për ta çuar tek ai vend tjetër. Kjo ishte një nuk e di domethënë, një strapacim i jashtëzakonshëm, por që ja vrejtje. Okej. Më trego pak për eksperiencën tënde tek e diela shqiptare. Ka qenë një ndër çastet vërtet ndoshta ti ke shkuar për ta provuar, për ta parë, për ta fituar si eksperiencë, por që në fakt nuk ishte vetëm kaq apo jo. Po, me thënë të drejtën, kur më shkruajtja Andeta Radi, që është ndoshta edhe regjisorja më duket e tjetër. Po, ka një rol vërtet kryesor aty dhe është vërtet një vajzë shumë e mirë. Nuk komunikojnë nëpërmjet Instagramit, kishte parë profilin dhe më ftoi për të qenë pjesë e rubrikës Spanjollit. Nuk e kisha parë, nuk e kisha ndjekur, dhe futem me njëherë shoh çfarë është, përse bëhet fjalë, si funksionon. Tash po shkoj njëherë, pse jo, është një mundësi shumë e mirë për të shfaqur dhe punimet e mia, do ketë një impakt me publikun, dhe ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Jo vetëm që pati një impakt me publikun, por i dha punës time, krijimtarisë time një
një shumë hapa të mëdhenj për më tej. Dhe është një nga kujtimet që zaruaj shumë gjatë në orën time. Dhe anë vetën që më shkruajti atë ditë, e falenderoj publikisht, se nuk e kam falenderuar ndonjëherë, edhe që promovuam punën time, sepse fal atij momenti unë kam arritur që dhe sot pas 3 vitesh të kem njerëz të mrekullueshëm nga ajo e dijes shqiptare. Njerëz që më besojnë dhe që duan të bëjnë të kenë artin tim në shtëpitë e tyre. Po kjo është magjia e takimeve rastësore, se përveç arsyes përse po shkon dikuj, që në këtë rast ka qenë, po themi, promovimi, ti fiton njerëz dhe nuk është çështja e të fituar njerëz në formën e klientëve, po dhe të miqve ndonjëherë. Ka ndodhur shpesh që klientë të ndryshëm më janë bërë vërtet miq. Unë kam klientë të veçantë që nëse po më ndjekni din shumë mirë se kush janë dhe mua më duket sikur kam njerëzit më të veçantë rreth meje, sepse i kam të gjithë shumë njerëz të mrekullueshëm. Do të thonë ne kemi ndërtuar një lloj marrëdhënie dhe nga ato marrëdhënie që duket sikur njihesh prej kohësh, edhe pse ti ndoshta nuk je takuar ndonjëherë fizikisht. Dhe do të thjesht diku janë takuar. Po, është e vërtetë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Marrëdhënia është shumë e rëndësishme. Çfarë realizon Ina përveç rezinës? Shiko, jo vetëm me rezinë, unë punoj edhe punime piktura me akrilik, vaj, piktura grafik, më thënë gjithçka që ka të bëjë me të krijuarin, patjetër që mund të realizoj, por që në përgjithësi punoj në telajo, në kanavac, me pikturat me tempera, akrilik dhe vaj, dhe rezina është ajo që dominon. Si një trend. Si nuk e dëgjova këtë. Është një trend, po flisja për rezinën si një moderne dhe si një material i veçantë që lidhet sidomos një material luksi që shkon shumë dhe me interiorin e këtyre kohëve. Ndodh më shumë të marrin mendim për ato që duan të krijojnë apo vinë me ide? Jo. Kjo është pjesa më e bukur. Të gjithë kërkojnë të marrin mendim. Jam shumë e hapur dhe për ata që vinë me mendime të qarta. Por, kur ma lën punën në dorë mua, aty unë jam shumë e qetë për të krijuar gjithçka siç do doja. Dhe jam shumë e lumtur dhe gjatë procesit krijues, nuk mundohem të përmbahem rregullave, krijoj aty në atë rrëmujën time, kështu që kjo është gjëja më e bukur e punës, që të gjithë më besojnë, më thonë, këto janë ngjyrat, tani bëj çfarë duash. Dhe kjo është një e rëndësishme për mua, dhe i falenderoj jashtëmase që më besojnë dhe më vlerësojnë. Si ndodh që ta menaxhosh një situatë kur ndonjë klient ndoshta ka pritur diçka tjetër, nuk po themi më shumë apo më pak, po thjesht në mendjen e tij ka patur diçka tjetër edhe në një mënyrë apo në një tjetër fillon të reagojë ndoshta jo këndshëm. Si e menaxhon? Çfarë ndodh në këtë rast? Gjëja e parë që unë bëj është, unë jam shumë empatike si natyrë dhe menjëherë vendosem në rrobat e tij. Edhe gjëja e parë që them është, si fillim, kjo nuk ka qenë e qëllimshme dhe nuk do doja kurrësesi të blije me lekë aq më shumë zhgënjimin. Mund ta kthesh porosin dhe unë do t'ja gjej padyshim një vend në studion time, në shtëpinë time, tek të afërmit e mi, apo ndoshta dikush tjetër do ta kërkojë atë pikturë dhe nuk do mbetet. Dhe rastet e tilla nuk kanë qenë të shumta, shumë të pakta, ndoshta në këto 5 vite që unë krijoj, 2 herë mund të ketë ndodhur dhe personi nuk e ka kthyer, është penduar, jo më pëlqen. Kështu që po kam qenë seriozisht dhe sinqerisht shumë e hapur për ta rikthyer punën, për ta patur në duart e mia, se unë kam shumë të vështirë ta jap një herë. Jo të mashaj njerit punën. Kush më shton punën? Çfarë vlerëson më shumë tek njerëzit? Spontanitetin, sinqeritetin, grintën, pozitivitetin. Këto janë gjëra që unë i vlerësoj shumë. Pastaj të tjerat, secili nga ne ka gjërat e veta në karakterin e vet, që padyshim mirë është nëse dikush e vën në dukje një defekt, po themi në thonjza, të reflektojë dhe të përmirësojë. Një vepër ose një krijim që vërtet të ka lënë mbresa, unë e kam dëgjuar që janë të gjithë si gishtat e dorës, e kam dëgjuar këtë, që artisti gjithmonë i do veprat e veta njësoj, po kam idenë që mbetet diçka. Ndoshta vepër e krijuar për dikë tjetër, ndoshta diçka e bërë për veten tënde, nuk di. Po duhet të ketë diçka
kështu speciale? Është diçka në fakt, është një krijim i imi që unë se kam sot këtu, se do doja ta dija që do më bëj këtë pyetje, do ta kisha marrë me vete të ta tregoja, se si ishte për më tepër, sepse nuk është as hiç e bukur, por është puna ime e parë në rezin. Është puna ime e parë në rezin, është një lëmsh i vërtet. Pra, unë aty fillova të eksperimentoja, është ajo tabloja ku kam hedhur gjithçka. Shpirtin tim e kam aty në atë tablon e parë, me një mix gjërash, me një rezin që nuk dija ta përdorja një rezin, ata që njohin rezinën, duhet ta dinë, ishte një rezin varkash që përdoret për këto mjete për të shtruar varka, për të shtruar dysheme, pak e mirë, tash mund të përdor një rezin cilësore, ekologjike, kristal të pastër. Por ai punim, edhe pse nuk është fare i bukur, mua më kujton atë momentin që për mua ka qenë shumë i rëndësishëm i krijimit. Është puna e parë që do ta ruaj gjithmonë me shumë kënaqësi dhe do ta ruaj si ato gjërat që ruante gjyshja ime nga të sundukun e saj. Mirë, mbase atë nuk e shohim dot, po a kemi mundësi të shohim sot diçka? Shko, unë sot këtu me vete, me të drejtën, kam, nuk e di tani, po të lëviz pak, mund të përmbyset kjo Po. të improvizuar që unë kam bërë. Është ky syri. Ky është, nuk e di, arrit të shihet aty hyrë. Unë e shoh, po. Fillonim, unë pata dhe një incident të vogël, rim lajti më bëri një mas, dhe unë nuk jam as e ndriçuar për momentin, kam një dritë Je shumë okay aty. Okej. Dhe është syri i një vajze, është syri real i saj, pra nga fotografia, për që të sjell syri real të vajzës, shumë njerëz e përdorin si dekor, të tjerë e përdorin si mbrojtës i energjisë, apo njerëz supersticioze duan si një ta kenë si për fat apo për të mbrojtur nga energjia e keqe. Kështu që por gjithsesi ky është një krijim i imi, është në disa nuanca. Është syri kaf, por që ka dhe ato nuanca pak një shile, që herë duken si të shkruar nga reflektimi i dritës. Po të kisha pak dritë këtu, do të shikoja se si shkëlqente dhe se si dukej si një sy i vërtet, sepse mundohem që kur pikturoj një sy me rezin, të mos jetë thjesht dekorativ, po të jetë gati realist. Nuk e di pse kam një lidhje të veçantë me syt. Domethënë është gjë e parë që shikoj tek njerëzit, është gjë e parë që është lidhja direkte dhe arti është vizualja, është pamorja, është gjithçka që ty e percepton në anë të syrit, pastaj kalon në mendjen tënde dhe pastaj merr dimension. Prandaj Zoti ti ka dhënë sy aq të bukur. Po, shumë faleminderit. Që nuk janë vërtet sy të shkruar siç ne shohim, domethënë shpesh edhe shumë. Janë vërtet një ngjyrë e kristalt edhe jo më kot thonë që syt shprehin shpirtin edhe ashtu si që e kristalt vetë edhe Zoti ti ka dhënë syt me të vërtetë i ke shumë bukur. Megjithatë duke ndalur tek ngjyrat, ti jeton në një botë me ngjyra të dukshme dhe nga ato të padukshme që ishe vetëm ti si artist. A ka një ngjyrë të veçantë Ina, pra një ngjyrë të preferuar? Po të shih një fashën time dhe ti bëmi një lëvizje. Me një hershme do kuptosh që ngjyra blu është ajo që dominon. Ngjyra blu është ngjyra ime e preferuar. Është, nuk e di, më jep një lloj lumturie kur e shoh. Është një ngjyrë që ka një rezonancë të lartë, ka një vibrim të lartë energjie dhe unë e dua shumë. Kjo është ngjyra ime e preferuar, blu. Okej. Nëse ti do doje të bëje një pyetje, ndryshe nga fakti që çfarë do thoje. Nëse ti do doje të bëje një pyetje njerëzve sot, këta që na dëgjojnë apo kujdo tjetër, cila do të ishte? Tani kam i përqeshur, do të pyesja e ndish një Art Studio Magic? Ata që se ndjekin patjetër që do ta ndjekin sot, ata që do ta shohin live-in patjetër që do ta bëjnë follow, për këtë jam shumë e sigurt. Por do doja një pyetje që zgjon ndoshta? Edhe një herë Jurida? Do doja një pyetje që zgjon, sepse pyetjet jo gjithmonë janë për të marrë një përgjigje. Kam idenë që ndonjëherë pyetjet janë edhe për të zgjuar dikë. Po. Po që më le pa fjalë, nuk e di pse e humba tani. Kështu jam unë. Të ma gjithë goce. Okej, e kthejmë, derisa do të kujtoj të pyetja. Nëse në një billboard në qytetin e Tiranës do të kishte një mesazh ku të citoj emri jot. Çfarë mesazhi do ishte ky?
Emri im. Po pra, nëse do kishte një citat dhe poshtë do kishte emri jot, mbi emrin tënd, cili do ishte citati? Ah, nëse unë do të jepja një, okay, në Një citatin mesazh. ndërroni, projektoni gjithçka në mendjen tuaj, sepse ndonjëherë ëndrat nuk dalin aq të bukura sa që mendoni, por dalin edhe më të bukura se që mendoni. Po, e Kështu që vërtet. ndërroni dhe projektoni. Ky do të ishte. Cili është libri preferuar që jo vetëm ka ngjallur interes për sa i takon punës që ti kryen, por një libër që të ka lënë vërtet një shenjë të fortë për mënyrën se si ti ke perceptuar jetën më vonë. Shiko, lidhet përsëri, sepse ka qenë nga ato shenjat që mua më kanë ardhur në shenjat konsekuente njëra pas tjetrës. Është libri Magjia dhe Sekreti, sigurisht, por Magjia është libri që më ka lënë shenjë dhe që unë vazhdoj e rilexoj. Po ja se e kemi këtu. Libri Magjia, për ata që nuk e njohin mund ta marrin tek Rafti Magjik, që ndodhet tek Pallati me Shigjeta. Është një ndër triot më të bukura. Në fakt, është edhe Sekreti, duhet ta kemi edhe Sekretin këtu. Duhet ta kemi, po nuk e gjejmë dot. Kështu që po, më thuaj. Dhe Rafti, unë aty e kam marrë librin. Rafti Magjik, Magjia, Believing the Magic of Christmas, do me thënë, ishin ca gjëra, ishin ca shenja që mua më çoni pikërisht tek ajo që ne folëm më parë. Kështu që ky ka qenë libri dhe që unë vazhdoj ta lexoj dhe sa herë lexoj e shikoj nga një këndvështrim i ri. Asnjëherë nuk të mërzitet ai libër. Sepse nuk të mërzitet sepse ti çdo herë e kupton atë libër. Po. Kështu që Se në momentet e para kur e lexon, të duket diçka jashtë reale, të duket diçka surreale dhe mendon se është thjesht një trillim i një mendjeje super zhvilluar, por me kalimin e kohës ti e kupton që ai funksionon. Dhe madje qesh me veten se e ke parasysh kur ti nuk ke çfarë të humbur dhe thjesht do të provosh dhe një gjë idiote që të del përpara. Edhe kur e kam lexuar për herë të parë Sekretin, edhe çuditshme se si jeta ime është lidhur me Sekretin deri sot. Tamam që universi projekton njerëz dhe gjëra, por që ne thjesht nuk i dim, ne rendim mbas kënaqësive apo kërkesave apo gjërave të çastit pa kuptuar që është një buqet shumë herë më e madhe nga e lulja që po rendim ne pas, e krijuar për ne. Dhe kur e kam lexuar librin Sekreti, e di pse i mbaj syt andej? Ja do ngrihem pak. I mbaj syt andej sepse kam këtë që ti ke dhuruar. Edhe po, domethënë që shikoj më kujtohet vërtet kur e kam lexuar Sekretin, thash, po mirë ta provoj një herë mbase këto gjëra që shkruhen funksionojnë. Edhe me ti më thash, po mirë, po kjo thotë që duhet ta besosh edhe. Po mirë, po pse mos ta besoj dhe fillova të gatuaj mendjen time në formë të tillë që unë ta besoja vërtet atë që kisha shkruar dhe nuk e di sa e çuditshme, po nuk e quaj dot rastësi këtë gjë, që ajo gjë ndodhi shumë shpejt. Madje ka ndodhur pas një çasti shumë të madh dëshpërimi timin, gati një moment jam kthyer, e mbaj mend si tani atë çastin, nuk e kisha ndarë as unë, po jam bërë ti. Jam kthyer vërtet nga dritarja, kam qenë tek shtëpia e mamit, jo atje ku jemi rritur bashkë tek tjetra. Edhe kam thënë, o Zot, po të lutem, kthej një shtyt në unë dhe kam qarë, edhe më vjen akoma për të qarë, dhe nuk e di, ndodhi magjia që unë mbas një jave, mos ndoshta brenda javës, nuk po mbaj mend distancën kohore, të marr vërtet një super lajm dhe lajmi ishte me atë që unë kisha shkruar. Pra, përveç se unë u futa në një punë, që okay, mund të isha futur në cilën do prej punëve që kisha aplikuar, e bukura ishte që ajo punë do të më çonte për specializim një javë në Francë, në Paris, dhe unë kam pasur një blog, një agent në këto bankat, nuk e di si më kishte rënë në dorë, mbrapa kishte hartën e botës dhe unë që kisha rrethuar Parisin dhe kisha shkruar shumë shpejt po vi. Kot fare. Dhe ndodhi dhe vërtet. Yrida, unë këtë gjë e bëj dhe në fund të vitit, edhe ja u kam mësuar dhe fëmijëve të mi, pra çfarë gjërash doni ta arrini për këtë vit që vjen, në fund të vitit ose dhe mund të them që nga ai puzzle që kam krijuar, nga ai kolazhi, shumë prej gjërave janë realizuar që tani. Dhe gjëra kuptohet shumë personale që nuk i ndaj. Po patjetër,
Gjitha i ndajmë dot. E kupton, domethënë të marrësh disa foto, ti ngjisësh dhe ta besosh vërtet atë momentin që e ke të tëndin, e ke në dorë dhe të shikosh të realizohet aq shpejt përpara syve të tu dhe thua wow, kjo është e habitshme, kjo është më e çuditshme si ndodh, si ka mundësi që ndodh. Po, dhe vërtet, pastaj duke lexuar sekretin e tjerë u njoha me tjera gjëra dhe 10 ka qenë viti që unë jo vetëm që e kam shijuar, po nuk e di, sikur ishte një shpërblim i gjithë shkaje që kemi në jetë. Pra, ishte një dhuratë që unë thash, okay, nëse kjo pas ka qenë dhurata, ja ka vlejtur gjithë shka që ka ndodhur. Dhe kam patur një blog të kuq të 2024, ku kisha shkruar në dhjetor 2023 për 2024, kisha shkruar gjithçka që do kisha dashur të ndodhte, por e realizuesh. Me sa unë mund të dua tani dhe 42 milionë euro, po vetëm një lloto në Zvicër mund ma realizonte këtë. Shikon këtë, unë nuk kam vetëm një blog, unë kam në shtëpi, në studio, në shkollë. Shpesh ndoshta drejtoreshat mendojnë që është dhe bloku ku unë kam vetëm titaret e ditës, por që unë kam mendimet e kam gjithë gjëra. Kemi botën tonë me vete. Po gjithë kënaqësia e kësaj është kur ti mbaron vitin dhe çuditërisht ndodh që në muajin që ti ke shkruar po zëkot, hapja e klinikës, po marr kot një rast, ka ndodhur fiks në muajin që ti e ke shkruar aty. Krijimi i librit ka ndodhur fiks në muajin që ke shkruar aty. Ky projekt ka ndodhur fiks dhe kur ti i bën check nuk ka kënaqësi më të madhe dhe është shumë e habitshme si ndodh. Që na vendosin vetes dhe punojnë fort për të arritur deri atje. Për shembull, unë i kisha vendosur vetes si vjet një objektiv shumë të rëndësishëm që studion time duhet ta hap patjetër në muajin janar. Edhe pse u hap jo në janar, por në 2 shkurt. Po s'ka gjatë. Ishte. E ke marrë në janarin alla turka se. Po, tamam. Ishte jo vetëm studio, por janë shumë gjëra të tjera që nëse ti punon fort dhe i beson fort, nuk ka se si të jetë ndryshe që mos të ndodhi. Edhe unë dua të them diçka ty Hyrida, që jam shumë krenare që jam shoqja jote. Që jam shumë e lumtur për vajzën që ti je, që je bër. E kam vënë re këtë potencialin tënd që ku ke qenë fëmijë, që dikur do bëhesh dikush në jetë. Jam shumë e lumtur e të ndjek me shumë kënaqësi, me shumë dashuri, e admiroj formimin tënd, je si një Google, dhe ti çdo gjë, sidomos rreth shëndetit. Dhe jam shumë e kënaqur që jam me ty sonte këtu dhe e emocionuar në të njëjtën kohë, madje sa herë më ikin dhe fjalët, që me thënë të drejtën ti e di shumë mirë që mua dhe ty nuk na mungojnë fjalët. Të falenderoj shumë për fjalët vërtet. Jo, është shumë e rëndësishme që të kesh rreth vetes njerëz që nuk është çështja të dim vlerën, se nuk është ne gjithë jemi një vlerë, por të duan shpirtin, pra të njohin deri aty ku është burimi më i thellë dhe është shpirti dhe kjo është vërtet pasuri dhe atij që di ta njohë shpirtin e tjetrit, por edhe jote që ke njerëz që vërtet din ta bëjnë këtë. Dhe me sa duket, prandaj po them që këto vitet e fundit, të paktën 2-3 vitet e fundit, vërtet kam njohur njerëz rreth vetes që e kanë kuptuar shpirtin tim ashtu siç jam dhe kanë ditur ta vlerësojnë për atë që un jam, jo për atë që un jap. Se për atë që jep, kushdo mund të vlerësonte. Por për atë që jep, rrallë ndodh që ta dinë, ta njohin, ta kuptojnë edhe ta vlerësojnë në fund të fundit. Tani unë besoj që ajo pyetja aty do të ketë ardhur. Me thënë të drejtën, nuk e di pse unë mbeta. Okej. Do ta Nuk e di çfarë. Okej, do ta marrim herës tjetër. Nëse ka pasur bisedë të bukur, të gjitha janë të tilla. Pra që nga biseda e parë që kam bërë, pra në këto live-et, edhe deri sot dhe gjithë ato që unë ndjek, pa diskutim janë të bukura sepse përgjithsisht gjithë njerëz që kanë çfarë ofrojnë. Po kjo është bisedë magjike, edhe është bisedë kështu me xixa që nuk përsëritet, sepse siç e the edhe ti, dy njerëz nuk mund të jenë njësoj dhe
nuk mundet dot të kenë të njëjtin shkëlqim apo të njëjtën pasuri shpirtërore, dhe mua më bëhet qefi kaq shumë që kam rreth vetes njerëz që kanë pasuri unike dhe që unë i kam afër vetes dhe mund të marr prej tyre kaq shumë. Ina, të falenderoj pafund që ishe, unë e di sa e ngarkuar je ti, e di sa nën e përkushtuar je, sa bashkëshorte e përkushtuar je dhe sa me fat që ke një familje si ajo, që të mbështet vërtet në çdo rrugëtim. Edhe po më vjen mirë që vërtet gjithë e kohë, jo për të qenë me Hyridën si shoqe, po për të qenë me të gjithë ata që e dëgjojnë dhe po na dëgjojnë, për të ndarë një mesazh, sepse sot është shumë e vështirë për të gjetur një burim fjalësh të sinqerta. Shumë njerëz lexojnë dy fjalë, dalin, flasin edhe mendojnë se e kanë bërë misionin e tyre, por nëse fjala nuk buron, nuk mund të jetë kurrë me të njëjtën energji si dikush që thjesht e lexoi diku dhe bëri një reel. Kështu që vërtet të falenderoj pafund dhe uroj që krijimtaria jote të jetë përtej kufive, po themi mundësive që Shqipëria ofron, por edhe përtej kufive të Shqipërisë, sepse vërtet ke art në shpirt. Ndryshe nga kushdo tjetër që mund të bëj art në telajo apo në çdo lloj materiali tjetër që mos i futem gjërave se si di. Kështu. Nuk di nëse dëshiron të ndash diçka, të thuash diçka. Shiko, ajo që do doja të thosha si një mesazh të fundit, do doja të thosha të gjithëve, jo vetëm atyre që kanë një lloj intuite artistike apo që krijojnë, sepse ti mund të krijosh në shumë forma të ndryshme. Gjeni dritën brenda jush, sepse ajo është aty. Vetëm kërkoj. Kërkoj dhe puno që ta rrisësh atë energji. Mirina, keq më vjen që do shkëputemi, po kështu. Live. Po, do takohemi live. Të përqafoj fort edhe faleminderit kujdo që qëndroi, faleminderit dhe kujdo që do ta ndjeki. Live-i do të postohet tani direkt në Instagram, ndërkohë do të kaloj linku edhe në YouTube tek Balance by Hyrida për ata të cilët e kanë më komod ndjekjen e veprimtarive të tilla në YouTube. Të falenderoj, të përqafoj fort edhe do shihemi nga afër në një nga ditët e afërta. Të përqafoj. Natën. Natën.